Kjo informacion zakonisht shkon për zona cilat janë mësues me gatu me këto tipe të miellit. Zakonisht do me thonë jemi mësuar me i pa që tjetër tip të miellit e përdorim për pasta, tjetër për biskota, tjetër është edhe për përpunimin e bukës. E shikuzosh në pjesën e parë të emisionit, tashmë siç po e shihni edhe prej emrave të kultivarëve të grurit, edhe po e kuptojmë që jemi në parcela testuese të grurit. Arsyeja se pse testuan këto parcela është për të dhënë ndoshta një rezultat të saktë nga cilësia, nga sasia e prodhimit se cili prej këtyre kultivarëve është më cilësor dhe jep sasi më të madhe të miellit pastaj ose çfarëdo lloj përpunimi tjetër që të kemi nevojë me bë prej kokrës së grurit. Zakonisht do me thonë jemi mësuar me i pa që tjetër tip të miellit e përdorim për pasta, tjetër për biskota, tjetër është edhe për përpunimin e bukës. Kjo për shkak që dallon edhe për nga kultivarët e grurit, sepse ka disa kultivarë që japin karakteristika të tilla që t'japin pastaj për përpunim biskota më cilësore, pasta më cilësore, po pse jo edhe përpunim më cilësor të bukës. E kjo dallon pikërisht në pjesën e parë dallon për nga kultivari i grurit se cilin e përdorin dhe për çka duam me e përdor. Pastaj keni pa është edhe një karakteristikë tjetër që duam me pa me publikun është që zakonisht kur blej miell e shohim që kemi tip 400 ose tip 500 të miellit. Ky informacion zakonisht shkon për zona cilat janë mësues me gatu me këto tipe të miellit.